Daniela. Po, Luana. Faleminderit njerë që e ndave historinë tënde me ne. Të përgëzoj për gocën e fortë që je. Shumë faleminderit. Çfarë gjëja e parë që të vjen tani ndërmend? Babi. Vllai i vogël. Vetja ime. Si ke raportet i sot me babin? Shumë të mira, shumë të mira. Kanë kaluar ato vitet e vështira për mu. Për gjithë ne bashkë, çdo gjë është stabilizuar, ka marrë drejtimin me vete dhe çdo gjë është okej sot. Çfarë mendoj ai për hyrjen tënde në fermë? Sillu mirë më tha mu, mos bëj gabime, mos dil nga vetja. Për çdo gjë, ai e di se sa impulsive jam unë si njeri. Veç kaq, na ndero. Mendon që është i kënaqur? Po, besoj se po. Për këtë kishte marrë ty malli më shumë? Për vllajin, Për cilin vlla? të voglin Alesion, Alesion. Sa vjeç është Alesio? 16. Hapi një herë derën. Po gjithaj. Luana që më bëtë kështu. Drita ime, shiko të shumë me gjatë unë. Shpirti. Kështë sollit të kështu? Me kërë dhe ti këtu. Alesio, mirë mbrëma. Mirëmbrëma. Me qof vjerë se që ke gjithë këtë qunë ti, ma? Ma ka kaluar mu është për më gjatë, se unë hajde me mu, hajde. Atë pëlqen shtëpia jonë. Hajde ullu këtu me motrën, ullu këtu. Të kishte marrë malli për motrën. Shumë. O Luana, ne jemi shumë të lidhur të dy, e kam rritur vete dhe që nga momenti që ai ka lindë deri sot nuk jam ndarë një sekond nga ai. Edhe gjithë jetën do më ketë pas. Është një kështë më marrë shumë. Po më si e? Mirë. Sa i bukur ja po. Drita ime. O shpirti. Po Alesio, çaj do i thuash Danelës sonte? Mos si kam dalë, mos si më keni farë. Mos jep informacione nga jashtë? Jo. Bravo. A jeni të kënaqur me mu? Po, shumë. Jemi mërzitme që Jo, fare. Je perfekte. O, jeta ime. Vazhdo kështu, presim e fitore. O, zemra ime. Të dua shumë. Më shumë. Dhe ti e di. O, drejta. O, është bërë më gjatë se unë Luana dikur e merja në krah dhe dilja në rrugë, se s'doja ta lija vetëm në shtëpi. Edhe ti lija shoqet edhe shokët nuk doja e merja me vetë. Daniela. Tani është bërë ai të më marri mu me shoqërinë e ti. Kështu janë këtë punë. Trohet. Gjithmonë bota është portokale. Ikën vitet shumë shpejt. Edhe një batut të fundit, një fjali të fundit, edhe s'kemi më kohë, Alesio. Po. Of, drita ime. Vazhdo kështu, po shkëlqeni e më e mira, dhe të presim e fitore jashtë. Jeta ime. Edhe sonde s'ke vërshat. Shpirti. Nuk do dalë sonde, a? Nuk do një të vjunë sonde. Zoto Luana, faleminderit shumë, nuk e prisja realisht. Faleminderit ju për emocionet e bukura, tani është momenti të ndajeni dhe ti të na kthehesh me shpejtësinë e erës tek arena. Alesio, faleminderit. Faleminderit ju. Që fala nga gjithë. Ika, po të le këtu. Ika. Gjithmonë, e tim të, nuk ndryshojmë për asnjë gjë. Jeta ime. Daniela, ktheu! Ika. Paç. Ika. Ika, paç.
Ndërkohë që ata kthehen, ne kthehemi në studio sepse nuk dua që të më dëgjojnë sepse un kam një gjë shumë të rëndësishme për të bërë. Nuk e ke me mua apo jo? E keni me njëri tjetrin? Po. Flisni me shenja gishta? Jo, me mua s'foli Mësoni të mua që ti kuptoj ç'a thoni. Ajo të fut në burg të bësh një gjëmi, të bësh një ajo të merr për çere kore. Luan, po i thoja se prap jam I mirë, ço rregullo pak, rri më mirë, rri drejt. Po. Thash se po thënë gjë tjetër. Thash kalon një informacion këtu dhe se kuptoj më para syve. Jo. Atëherë, un kam një gjë të rëndësishme për të bërë, më duhet të jemi të gjithë sy e veshtu në studio, sepse tani nuk ka më kohë. Un mbyll zyrtarisht televotimin. Vetëm pas pak do kemi zarfi në duar me emrin e të eliminuarës së mbrëmjes së sotme. Ndërkohë që do shkëputemi, një falënderim I veçantë shkon për kompaninë më të madhe të zhvillimit të investimeve në Shqipëri, Concord Investment, por nuk shkëputemi pa parë Danielën me pjesën tjetër. Pastaj ka publicitet, 2 minuta e dini ju, do rikthehemi. Do keni parë akoma asgjë çfarë ka në pjesët e tjera. Shkojmë tek Daniela. Në ardhën plazita. Më shani. Të gjeni gojat, live. Shumë I bukur ishte. Sa e fort je ti. Mundohem ti gjithmonë në fort. Na ke bërë shumë emocione të forta. Je shumë e fort. Je shumë e fort. Edhe ti. Faleminderit shumë. Nuk të kam tregu, po. Ma mërë menja. Dukemi ne. Por tani që u kthyem, dua që para se të kaloj në një